unë e kam një vështrime, kam pasë edhe ma herët. Unë e kam ngritë zërin në të kaluarën, pse është bo praktik të nderin një burimor në qeveri. Unë po e shohë parlamentin, po të me votënirën praktik, pra shmangin nga rendi ditës, procedurat shpejtume. Qëfar zori ose kush po ka zorë, me bo praktik të nderin një burimor në qeveri, që është diçka i zakonshëm tash, dhe një kosisht në parlament, shmangin nga rendi ditës, procedurat shpejtume, munges të debatit dhe që diskutimit për çështje që ministri po thotë se ka kriz lufta me 28. O minister, edhe na e dim që ka kriz e luft, dhe ti e ki ditë qatë herë që ka kriz e luft, pse se ke bo gati me konë procedurët rregullt që më arsot e në me ta votu? Nuk më shme thonë që kriz e lufta pronë, e ta sot po kërkoj shmangën procedurës. Mos një kështu se nuk ka serios, i lutëm. Ta në dim kur ja ka filluar luftën, e luft tjetër, që ka ndohë në botë, ju këtë të tema që po i bini këto, veç i kërim më serios me qenë, i këshi pru me ko, edhe jau këshim votu, ashtu që i kem votu edhe marrëveshjet ndërkombëtare me 2 të kemi nejnë sanç. Ne kem qef me votu, dëshiroj me votu, a më lutëm respektona, bini me ko, bini me procedurat rregullta.